Të nderuar vëllezër besimtar, jemi në vigjilje të një sezone të madhe adhurimit. Jemi në vigjilje të një shtylle të madhe të Islamit. Zatën e di mirë se Islami ndërtohet mbi 5 shtylla, e sot me lejen e Allahut do të flasim për shtyllën e 5 të Islamit, respektivisht haxhin, po për një perspektive jo sikurse këta vllaznia tonë që kanë me shku me bo haxh me trup e me zemër. Mirë po, do flasim me një perspektiv të meditimit. E lejnë Allah vllazni, Haxhit e Mitrovicës të hanën, nisën për një rrugtim të shajt, e që paraqet rrugën më të shajt që dikush më në bon këtë tokë, me marr udhë, me kry këtë shtyllë për shtyllave të haxhit. E lusëm Allah vllazni që Allah t'ja mundson me bo haxh, ose spako umrën jetën e juve. Andaj, qysh do të me pas qasjen besimtari kur të bën haxhin dhe umrën, e në këtë drejtim kem pa shembuj të mirë, po kem pa dhe shembuj sikurse disa të cilët kanë dështu me kuptu ku kanë qenë. Ka ndodhë, kem pyet haxhi qysh kalove atje, tha zojt në qabe si të najshen. Do të thotë që është përshtypja kryesore që ai ka bo në individet gjatë vizitës së vendit më të shajt mbi këtë tokë, çabës së bekuar. Andaj sot do flasim për disa meditime, disa mësime që do të mi fut në jetën tonë në vllaznim. E veçanërisht te tema jonë që është e haxhit, kush e ndërtoi çabën i parë. Ka debat ndër ulema se kush e ndërtoi i parë çabën. Disa thonë se Ademi a.s. Mirë po, pika ku gjithë ulemaja referohen dhe bashkohen është Ibrahimi a.s. dhe i biri ti Ismaili a.s. Do të thotë, këta dy burrat mëdhej, këta pejgamber e kanë realizu projektin më të ndershëm, më fisnik, ndërtimor mbi rruzllën toksor, duke ndërtuar çabën. Dhe momentin pas se e përfundon këtë projekt, çfarë thanë? Rabbena taqabbal minna, o Zot, pranoje prej neve. E që nuk kupton në vllaznim, tash po kalim të meditimi se kur njeri bën një vepër, nuk duhet me pas atë elementin e krenarisë apo dhe të shkujdesit, mirë po prap për një adhurimi, ti dush me kalum në adhurim tjetër. O Zot, pranoje prej meje. O Zot, pranoje prej meje. Pse? Se paramendoni dy pejgamber, shpinën Allahut kryesore në tokë, çabën për ndërtojnë, por prap po thënë, o Zot, pranoje prej neve. Pse? Se o vllazni, ne jemi njerëz dhe kemi lëshime. Sot le të nalet se cili me vetën e vet. Pa marr parasysh çfarë projekti ka bë, çfarë projekti ka punu, është e pa shmangshme, pa e lëshu na lëshim, pa e bën ai gabim, edhe kështu në ibadetet. Do na natyrën tonë jem njerëz që nuk duhen harrojmë ins, harran e ka mundësi me të ndodhë një lëshim. E pasit të krysh, që thuti, o Allah, pranoje prej neve, o Allah, na prano këtë ibadet. Andaj, këta dy burrat vaj, pejgamber, e ndërtun çabën, po prap thënë, o Allah, pranoje prej neve. E në këtë drejtën të ndërru Allah besimtar, aja çështja që ne do të me pas në raport me adhurimet tona, edhe tek haxhi, po je shku me kënjë shtyllë të Islamit, edhe është ibadet i madh, edhe në një hadith është xhihadi grave, që nuk mund të është angazhim me lodhje, prap e lut Allahun që të me lut Allahun me ta pranu, e jo me shku në çabe e me thon ballon pata parë marrë ka. Jo. Së është koncepti që kërku për teje. Koncepti i haxhiut është me koni në shtrum, me manifestu modesti, me manifestu don atë përullësin, devotshmërinë që po përkërruat për teje. Andaj, në këtë drejtim, kur po flasim për haxhin, ka herë po na thonë, për haxhë i shtirish haxhi, si është bashkallaj me kry. E tash, që të në meditim, Ibrahimin a.s. me Ismailin dhe Haxherën, jardh urdhni vllazni Ibrahimit a.s. me shku me ndërtu çabën, e ai ishte duke qëndruar në Sham, në Palestinë dikon, që parafërsisht mbi 2000 kilometra. E ky burr i madh i dinit islam me gruan e tij Haxherën dhe Ismailin si fëmijë shkuan në Kam me ndërtu çabën 2000 kilometra. Veç rrugë mi bo 2000 kilometra, ka gja zahmet. E tashti, krahasoj e kur po të dikosh, valla hoxh, ka gja ishe lodhshme, po të ajshin komt. Nja 3 dit lodhe, 4 dit, se po të lodhshin komt. E Ibrahimi a.s. 2000 kilometra në kom, me gru me fmi ka jetës. 2000 kilometra, ku po met lodhja jonë,
ku po met sakrifica jonë, që të ibadet, e fut njëri meditimin, subhanallah, që ka bo Ibrahimi a.s. Na ka ndërtu këtë vend shajt, me urdhën të Allahut, dhe na ka lecu këtë punë, pse? Se ti me këtë punë, me të këtë vepër që e bën, ti arrin xhenetin, andaj me një fut, kur ti e ki lodhjen, mundimin, po të paskanojt kom se disa kilometra i ke idh dhe në Arafat dhe ka kështë lodh. Momenti që shkon në hotel, në Sabah, i pushu shumë je. A Ibrahim a.s. 2000 kilometra i ka bo vllazni, me gru, me fmi. E ti, me aeroplan shkon, dhe pastaj çfarë? Ti e diskuton, vallahi, ka gja sakrificësh. E pasaj vllazën besimtar, kur ti të bjen men, që ka bo Ibrahimi a.s. dhe që ka bo Haxherja, e Ismaili, vallahi djenë marrë me thonë. Mirë po, do në thu, shu Ibres, alhamdulillah, e ka lecu Allah, për neve, në këtë zaman haxhin, e ka lecu dhe në ka mundësu me arriti një mirësi e madhe. Andaj, në këtë drejtim, sfida dytë Ibrahimit a.s. I ardhur dhe pas e ndërtun, me u kthy për Sham, dhe me lon Haxherën me Ismailin ato. Dhe në këto momente Haxherja peshet që pe braktis, mirë po e mor Ibrahim a.s. urnën mos falke. Në pse ish urdhë Allahut dhe e pyet Haxhera, apo mlen këto? O Ibrahim, a këtu po mlen? Dikur tha, a Zoti ka urdhëruar me mlon ti mu këtu? Ai pe lëviz me kryq po. Jo me fol diçka. Atë Haxherja u pajtu me caktimin e Allahut dhe çndroi ato. E në këtë drejtim të ndrollozën besimtar, te pelen familjen tonë, një 12 ditë, 15 ditë, vazhdimisht është ai planifikimi i haxhit, dhe pastaj po thu valla po mërzitshë. Po Ibrahimi a.s. vllazni e kalon gruan edhe djalin me një shkretin, pa asnjë lloj furnizimi, pa asnjë lloj sigurie për hir të Allahut, e ku po me sakrifica që pastaj po na ndodh se dikush më thon valla po mërzitshë për familje. Po normale ndoshta është edhe më mërzit dendi farmose, po e me bot dert, e me diskutuse, ti je të bën ibadet, çaq madhështor, e çaq është i ndershëm që do të me pos këtë tjetër qasje, tjetër koncept. Zemra e të vllazni do të më konë një zemër që mundohet me i thith këtë ato ibadete, mirë po nuk thithën pa meditim. Nëse ti shkon me bo haxhin, mirë po të mungon që ke meditimi, ti ke me kallëzu për ndërtesa, kemi kallëzu për pluma, kemi kallëzu për do punë tjera, mirë po zemra jote maksimalisht nuk e përthith këtë ibadet që është kërku prej teje. Në anën tjetër, sakrifica e tretë e Ibrahimit a.s. vllazni. Po i thot Ismailit, birit, o birim, unë kum po ëndër që ty do të më therr për hir të Allahut. Kurban me do për hir të Allahut. Çfarë tha Ismaili? O baba em, çfarë do të ka urdhëruar Allahu ti vepra. Do çfarë biri Ismaili a.s. pejgamber, djali i veçantë, do me sjellje me gjitha të mira dhe Allahu po e sprovon. Dhe ky është i gatshëm në nënçmu. E në këtë drejtim të ndërua Allahu besimtar, Ibrahimi a.s. i gatshëm djalin e vet me therr, e neve po na ndodh që prej xhamatit ton dikush më thon vallahi zhbosh trajt haxhe. E pejgamberi a.s. Ibrahimi a.s. u kon gjendje për këtë din djalin vet me therr. Me çun vend, djalin vet me çun vend me therr, po Allah s'ka lyp diçka të tillë për neve. S'ka lyp, mirë po vetëm sprov ka qenë, ai i ngatshëm ti mi çurdhat Allahut në vend. Andaj pe përvojës që personalisht po flas çakumni, isha para një kohë caktuar me një abdesone. Dhe bisedojshin dy plec me zvete për çështjet e çmimit haxhit. Dhe njëri po thot, a ken haxh? Tha po valla, tu mor avdes, besimtar, ç'kjo është çuditshme kjo punë. Tha sot kushtoj, në atë kohë kon haxhi kun ka 2500 euro, thotë, ja 2500 euro. Po i thot taj treti, një ploqe kisha qit me shtopore. Subhanallah. Po ku ka sot vllazni ploqa e dunjes? Një ploqë e cila çment armatur ko, nuk mundson diçka përhershme, gjersa haxhi vllazni. Don haxhi vllazni, a di çfarë dallimi ka koncepte. Po flas tjetër perspektivë. I shumë çobe vllazni. I shumë çobe me disa haxhi. Edhe po ka një haxhi. Don e përjetoj që interesant haxhin. Edhe po I them çaki haxhi. Ç'është gjendja jote manore vllazni se njerëzit kanë përshtypje të veçanta në çobe. Po thot ai ploku që më ka vonë Zoti mu, kuj nësi ka vonë. Subhanallah. Më kompleksaj, hoxh, po se kisha qatë vendjenje, që ashtu ndodhë me këtë njeri. Thash, po, bon për më kalëzu, ti qa jetoni, qa ponin ti? Nuk felke as për ploqa vllazni, e as nuk felke për
sorra, pluma, kësi që është mirë po, lati rrëdhëshën, tha që më ka dhonë Zoti mu kujna si ka dhonë. Subhanallah. Konceptën më majron, komplekse edhe ma shumë, qa është të një që kënjë në qobe, qa është ndjenjat e tina, pse? Se kish pregadit vetën me informacione, nuk kish të shkum si kurse me qëllim turizmet. Tha që më ka dhonë, Zoti mu kujtë si ka dhonë, tha më ka nderu, ma ka mundësu me hinë shpetina. Subhanallah, Allah akbar. Qfar koncepte, vlazni, qfar përjetimi, qfar meditimi, e pastaj tilët edhe me konë hoxhë të kompleksan. Pse? Se është pregadit në imanore dhe qëfar e ka ndje këtë aspektin e adhurimeve dhe pastaj ty bej s'ka këshu a ka pos pluma, a ka pos sorra, a s'ka këshu qanë ndërtime ko me 30 koqe, 50 koqe, pse? Se e ka hetu atë knatësin imanore duke pregadit me meditim. Këto vene ka necë pejgamber, kështu ka unë pejgamber e somë, që to, si kur pesha, Junuzin a.s. E që ky haqia që shkon me bo haq i para pregaditur dhe me meditime, kur shkon qobe, i bjen men se që sajde ka ecë Muhammedi a.s. Për që ata, zemra thët, që më ka dhonë Zoti mu kujna si ka dhonë. Për që ata thët, sepse ai është pregadit me imon në vlazni, është pregadit me meditim, është pregadit që me shfridzu maksimalisht. Andaj, qëfar po themi ne, ja valla shtrajt, se kontestojmë shtrajtin e hoxhët, mirë po edhe vepra si vepra është e modhe, apo tash kur jemi të Kurban Bajrami, kem dëgju që është hyp çmimi i kurbanit, po neve si besimtar është morë me thonë shtrajt është kurbani, si ki mundësi të Allahu furnizot vitin e arshëm, me prej, si vjetë si kom mundësit, po më thuj që është trajt kurbani, sepse Ibrahimi a.s. kënë gjendje birin e vetë me prej përit Allahot, edhe s'ta që është trajt, përit Allahot, andaj, kur ty të vjen men, që Ibrahimi a.s. u kënë gjendje me prej djallën e vetë, po Allah s'ka lypi ti që është, a thu ti që është trajt, jo, se s'është edukat e muslimonit, për Allahun s'është kur gjë vlazni shtrajt me thonë, kur gjë, e as shpirtin tonë, andaj këtë drejtim, edukata e besimtarit, du të me konë ajo, që reflekton imonin e tina. Ajo është që kur hin në zemër, për dhe në tjera ibadete, e jo që mu morë me ploqa, e mu morë me sorra, e me zoj, e me ndërtime. Andaj të ndërru Allahun besimtar në këtë drejtim, se cilin nga ne të mundohemi që pjesën që kemi para nes ta shfrytëzojmë maksimalisht me qëllim të aferimit sa më afër me Allahun, sepse kjo Allahun besimtar është e kërkuar për neve. E përndë kjo pjesë të partitës me kaq, dukur falet Allah, kërkon dhe falet solfaqe më sërus. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyya ba'da. Të ndëruar xhamot, vizita e Çobës është një mundësi që me taku një copë xhennetit që gjendet në tokë. Një copë xhennetit që gjendet në tokë. Ai është guri i zi. Allahu me rahmetin e vet e ka zbrit këtë guri të zi në tokë dhe gjendet në një cep pej cepeve don Çobës. Andaj kur ti bësh adhurimet rreth Çobës, definitivisht çdo informacion të vyn që ty me të reflektu për një ibadet shumë ma kualitativ, për një umre, për një haqë, për një tavaf, këtë ndryshe. Andaj, përgatituni përveç se me aspekt material, por edhe me dituri, përgatituni edhe me meditim, sepse kjo e ngrit kualitetin e adhurimeve atje. Andaj, një besimtar që den që ky guri është prej Çobës, ndryshe reagon. Një besimtar që den që sajdi ka nis pejgamber, ndryshe reagon. Një besimtar që den se çdo është me qaumin Ibrahimit, ndryshe reagon. Një besimtar që i kujtohet ecja me Safa dhe Mervas i Haxherës për me pas çamillon u Ismailit, ndryshe reagon. E një besimtar që e den çdo është Xhabelun Nuri, kodra ku ka filluar shpallja, që nuk kupton mëshirën për neve, që nuk kupton që Allah me rahmetin e vet ka dashur me nxirr neve prej devimit në udhëzim, ndryshe reagon vllazni. Andaj këtë drejtim kanë thonë dietar, e pse Allahu e ka lënë Çobën vllazni vend shkret, e ka lënë vend kërsh gurore, nuk ka asnjë atraksion, as natyrë, as lumej, as spem, as ujvar që njerëzit me i bë me shku me ksyr. Pse e ka lënë Allahu kështu? Thot, veç gur.
për vetëm në arsye që kur besimtarët shkojnë atje, asnjë gjë mos m'ia morr vëmendjen, mos më konë që m'ia morr vëmendjen për çështjet kryesore. Andaj tash llogaret Allahu ti ka këtë pengesat rrethanore, po ti po shkon me bo haxhi pa përgatitën, e çysh pret që pastaj ty haxhi me të ndiku, përveç se ti me këshyr çfarë ndërtesa shko, çfarë zë shko, çfarë kirre ka. Gjithashtu besimtarë që përgatiten me këto informacione të tillë vëllezër besimtar kanë me përjetu ndryshe haxhin, kanë me përjetu ndryshe umrën, andaj këtë drejtim të ndërruar vëllezër besimtar, lutem Allahun që Allahu t'ju mundsoj me bo haxh umre, ata që kanë dalë të ndërruar vëllezër besimtar që nisën për haxh, Allahu mundsof me shku që është mas miri, e me u kthy me haxh të pranuar, e për haxhin e pranuar pejgamberi alayhis salam ka thonë nuk është problem përveç se do të kthehet sikurse ditën që ka lindur. Andaj këtë drejtim të ndërruar vëllezër besimtar, e lutem Allahun që Allahu të na mundsoj që ditët që janë para nesh, e që janë ditët më të mira të vitit, Dhul Hijja, që Allahu na mundsoj të angazhohem maksimalisht duke kërkuar kënaqësinë e Allahut. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimus salam.